Ju përshëndes nga edicioni informativ këtu në ekranin e Blu Televizion. Redaksia e Blu Televizion bashkohet në urimin për të gjithë besimtarët mysliman gëzuar ditën e Kurban Bajramit dhe do të vazhdojmë me zhvillimet e ditës. Me qindra besimtarë mysliman në Vlorë kanë falur në Pallatin e Sportit Flamurtari namazin e Kurban Bajramit. Të pranishëm besimtarë vlonjat, por nuk kanë munguar asas besimtarë me kombësi të huaj, kryesisht nga Egjipti, Maroku, India dhe Franca. Me qindra besimtar mysliman në Vlorë kanë falur në Pallatin e Sportit Flamurtari namazin e Kurban Bajramit. Besimtarët vlonjat, por nuk mungojnë atë besimtar me kombësi të huaj, kryesisht nga Egjipti, Maroku, India, Franca dhe të tjerë. Falja e namazit të Kurban Bajramit është drejtuar nga mjeftëvi i Vlorës Ardit Hoxhallaku. Fjalën e tij përpara besimtarëve, mjeftëvi i Vlorës e ka përqendruar në disa pika. Gjithçka sipas Hoxhallakut nis nga familja. Familja është gjëja më e shtrenjtë në botë, e cila po cënohet dhe është detyra jonë që ta mbrojmë, ta duam dhe ta respektojmë. Pika e dytë është gjua, për të cilën Hoxhallaku thotë se të gjithë duhet të japin kontributin për ta ruajtur pasi po masakrohet. Nëse humbet gjua, tradita dhe kultura, një popull humb identitetin. Hoxhallaku thotë se gjua duhet përdorur gjithmonë për mirë. Pika e tretë është toka që ka dhuruar Zoti i gjithësisë, teksa sipas mjeftivit Hoxhallaku, në këtë tokë të gjithë kanë tentuar ta marrin. Sipas Hoxhallakut, mbrojtja e Deut është një përgjegjësi. Jemi zvokulluar sipas tij, edhe për faj të politikës e cila ka përdorur metodën e shpopullimit. Tokën atë deon tonë sipas tij po e shet politika. Hoxhallaku ka dhe një apel për policinë e shtetit që të bëjë detyrën siç duhet për të ndalur aksidente tragjike me pasojë humbjen e jetës. Ne besojmë në shpejt e çdo njeri, e çdo familje, por ne nuk mund të tolerojmë që në emër të familjes të bëjmë parada organizata të tilla që kanë familje dhe familjes. Nuk mund të vetë një kush familje të shenjtë për të në të vërtetë të qenë familje i familjes, por në të qenë në emër të familjes. Prandaj besimtarët duhet të jenë të dëshirshëm se Allahu na ka lejuar prej juve dhe juve dhe ka lejuar për familje ashtu si ka shëndet. Secili prej jush mund të Nga Vlora nuk mungojnë as urimet për Kurban Bajramin nga besimtar vendas dhe të huaj të gjendur në qytet për të falur namazin. Zotin për këtë ditë që na i bëri të mundshme, falenderoj gjithë muslimanët dhe muslimanet dhe gjithë dashamirësit gëzuar festë Kurban Bajramit. India. Yes. Vlora, Bajram good. Yes. It's a very good. Dëshmoj dhe deklaroj se ka sot tjetër që meritohet të adhurohet me të drejtë. Eid Mubarak. Assalamu alaikum, I am from India. Gëzuar Bajrami. Yes, I live in Vlora. I spent here 1 year. Very nice Vlora, and God bless him. Every people is very good, and Vlora also too much good, and a beautiful country also. Albania too much good. Albania is beautiful. Egyptian. Që burojnë nga zemrat e besimtarëve në këtë ditë. Ja. Në këtë ditë i ndërtuar i Zotit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë Ja. se është dita më e mirë e vitit. Në këtë ditë ku çdo musliman gëzon dhe ka Salah.
Kam sa na fina inte. 1 year. Ku sot ka njerëz në shtëpinë e Allahut, Presim me të gzim cilët marrë e kemi përmendin atë Kjo është për dhe e madhërojnë atë. për gjithë. Në këtë ditë të nderuarit e mi, ne përkujtohemi se adhurojmë Allahun, Zotin tonë, një të vetëm, të pashok, Çdo vit. dhe se ati i falemi, Çdo vit e dhe se për të ne presim kur Dua për këtë ditë. Ne presim. Ne jemi besimtarë, besojmë në Zot, edhe në fe. Kemi respektin e njerëzit dhe jemi ka ndihmave të varfërve. Po çdo vit me 3 djem dhe nusën e me mbeta. Sa më mirë, po jo për mua, por për gjithë popullin shqiptar. Belgium. I come from Belgium. Okay, you are in Vlora, live in Vlora? Yes, in the Vlora is. I am origin Moroccan. I come from Belgium. Kurban Bayrami është një nga dy festat më të rëndësishme të besimtarëve musliman. Kurban Bayrami sipas traditës islame ndërron gatishmërinë e Ibrahimit për të flijuar djalin e tij, Ismailin, si veprë e nënshtrimit ndaj urdhrit të Zotit. Myftinia Vlorë ka organizuar këtë të mërkur pritjen e autoriteteve me rastin e festës së Kurban Bayrami. Të pranishëm personalitete lokale dhe përfaqësues të komuniteteve fetare, si dhe përfaqësues të partive politike të Vlorës. Sot është Kurban Bayram, është një festë e cila na kujton edhe njërë sa e rëndësishme është falja, sakrifica, ndarja me njerëzit më pak të mundur edhe dhënia një dore për ndihmë në nevojë. Një ditë të cilën unë do doja që të ndaja një mesazh për të qenë të përbashkuar edhe në pranë njëri tjetrit, në ditë mira edhe në ditë këqija. Një qytet i përbashkuar është një qytet që lulëzon. Kënaqësinë nga myftinia të përcjellim sot urimet më të përzemta për të gjithë besimtarët. Uroj të gjithë besimtarët musliman dhe të gjithë popullin shqiptar në veçanti një festë të shenjtë që të sjellë paqe, harmoni, begati dhe mbi gjitha solidaritet. Të shënuar të Bajramit, dëshiroj që të uroj gjithë shqiptarët kudo që janë, gjithë besimtarët musliman dhe jo musliman, sepse bashkëtesa fetare në Shqipëri është shumë e theksuar, gëzuar të gjithëve, gëzuar myftiut, stafit myftinisë dhe gjithë vlonjatëve kudo që janë. Qoftë një vit i mbar i begat për çdo familje. Ditë shënuar të festës së Kurban Bayramit, uroj të gjithë muslimanët, të gjithë shqiptarët, gëzuar, paqe, prosperitet në familjet e tyre dhe sa më shumë begati dhe harmoni me njëri tjetrin për gjithë shqiptarët dhe të gjithë vlonjatët. Të shënuar për të gjithë besimtarët musliman, ku sot shprehet besimi tek Zoti dhe sakrifica për atë besim. Njëkohësisht në këtë ditë nuk ndahen vetëm ato ushqimet apo mishi apo kurbani që bëhet, po ndahet edhe dashuria edhe miqësia me njëri tjetrin. Ju uroj të gjithë besimtarëve musliman kudo që janë, gëzuar këtë fest, të kenë mirësi, dashuri për njëri tjetrin, edhe respekt edhe besim tek Zoti. Faleminderit. Qytetarëve të Vlorës, gjithë qytetarëve të Shqipërisë, gjithë banorëve, përfaqësuesit të komunitetit musliman, gëzuar Bajramin, begatia, paqja dhe harmonia mbretëroft në shtëpitë tuaja, gëzuar dhe Zoti bekoft shqiptarët dhe Shqipërinë. Atëherë të gjithë besimtarëve musliman të qytetit të Vlorës dhe mbar shqiptarëve ju uroj gëzuar Bajramin e Kurbanit. Qoftë kjo ditë një ditë të sakrifice, solidariteti, mirëkuptimi dhe pajtimi mes të gjithë shqiptarëve, pa dallim feje, sepse sot më shumë se kur kemi nevojë që të mirëkuptojmë njëri tjetrin dhe të dimë të ndajmë atë që kemi bashkë me vëllezërit tanë. Edhe një herë gëzuar të gjithëve. Jam me mikun tim, Mufti Arditin, për të kaluar pak kohë në këtë ditë festës të Kurban Bayramit. Vi me kënaqësi për të treguar atë dashurinë që kemi me njëri tjetrin dhe dashurinë që kemi ndërmjet besimeve tona dhe besimtarët tanë, këtë harmoni që kemi. Dhe doja të uroja, gëzuar festën e Kurban Bayramit, këto festa të jenë festa me paqe, me gëzime,
me lumturinë gjithë familjet shqiptare në Gëzuar. Faleminderit. Mufti edhe një herë falenderoj. Vjet gëzuar festën e Kurban Bajramit, qoftë kjo fest e sakrificës, e solidaritetit, e paqes dhe harmonisë, vërtet ashtu siç Zoti e thot atë, gëzuar nga Mot Mufti. Faleminderit. Dhe Shamria, urojmë gjithë besimtarët musliman, gëzuar festën e Kurban Bajramit, qoftë një vit i mbar dhe i begat, paqja dhe lumturia qoftë pranë tyre dhe në familjet e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Jemi sot pranë Muftinisë për t'i uruar ditën e shënuar të Bajramit, gëzuar Kurban Bajramin, qoftë një ditë e bekuar për gjithë shqiptarët dhe qytetarët e Vlorës, paqja, harmonia, dashuria mbi zotroft në çdo familje. Mufti, faleminderit dhe mbarësi. Faleminderit. E duke qëndruar në të njëjtën atmosferë, qindra besimtar musliman kanë falur mëngjesin e kësaj të mërkure namazin e Kurban Bajramit në pedonalen kryesore të qytetit të Beratit në një atmosferë përkushtimi dhe besimi. Në fjerë namazi është falur në sheshin qendror të qytetit, ndërsa në Gjirokastër në pallatin e sportit të qytetit. Qindra besimtar musliman falën mëngjesin e kësaj të mërkure namazin e Kurban Bajramit në pedonalen kryesore të qytetit të Beratit në një atmosferë përkushtimi si dhe besimi. Falja u drejtua nga muftiu i Beratit Bilbil Talla, i cili në mesazhin e tij për besimtarët përsolli urime për më shumë paqe, mbarësi dhe begati në çdo familje shqiptare. Ai bëri thirrje për solidaritet, mirëkuptim dhe ndihmë ndaj njerëzve në nevojë, duke theksuar vlerat që përcjell kjo festë e shenjtë. Allah dhe mëshirën e tij, vetëm me këto le të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë. O musliman, në këto ditë feste futni në zemrat tuaja gëzim dhe hare, lumturi dhe kënaqësi. Kështu pra, për muslimani festa është çdo ditë në të cilën ai nuk e kundërshton Allahun dhe nuk i bën gjunahe atij. Qindra besimtar musliman në Fier po ashtu kanë falur në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure namazin e Kurban Bajramit në sheshin qendror të qytetit. Rritit të faljes i ka paraprirë me fjalën e tij kreu i Muftinisë Mikel Hazizolli. Salavatet, selamet, përshëndetit në përzemërta i çojmë për profetin tonë Muhammedin alayhis salam, i familjen e tij të nderuar, i shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që do ta pasojnë rrugën e tyre deri ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, Kurbani është një shprehje përkushtimi, sakrifice, sinqeriteti dhe nështrimi ndaj vullnetit hyjnor. Ky nështrim e përkushtim simbolizohet në mënyrë kulmore me Ibrahimin dhe Ismailin alayhimus salam. Njëkohësisht kjo ndjenjë e sakrificës dhe e përkushtimit dallohet qartë që në këtë orë është një ardhje kaq e vullnetshme, kaq e natyrshme nga gjithë secili prej nesh në këtë shesh, vetëm për të adhuruar, vetëm për shpresuar mëshirë dhe falje nga Zoti i botëve. Prandaj Zoti e beqaton çdo kënd që ka prezantuar në këtë shesh vetëm për të madhëruar Allahun Azza wa Jall. Besimtarët musliman në Gjirokastër gjithashtu kanë falur namazin e Kurban Bajramit në pallatin e sportit të qytetit. Muftiu i Gjirokastës Ermir Xhana ka vënë theksin tek sakrifica, përkushtimi dhe përulja si simbole të kësaj feste, ndërsa e vuri theksin po ashtu edhe tek rëndësia e bashkimit dhe familjes. Dua që të përcjell urimet e mia më të përzemërta për një Kurban Bajram sa më të gëzuar, të begat, të bollshëm dhe berëqetshëm për të gjitha familjet shqiptare. Le të jetë kjo festë një festë e afrimit me Zotin, me krijuesin ton, por nëpërmjet veprave të mira, nëpërmjet solidarizimit, nëpërmjet afrimit me shoqërinë tonë, nëpërmjet të ndarjes së sofrës tonë me ata që kanë më pak mundësi. Dua në përfundim të fjalës time që të gjithë besimtarët musliman të rrethit të Gjirokastës, por të mbar Shqipërisë, por edhe të gjithë qytetarët e Shqipërisë, t'i uroj për shumë vite të tjera, të gëzuara, të begata, edhe festa të tilla të kenë gjithmonë në familjet e tyre. Ju falenderit edhe gëzuar festën e Kurban Bajramit për shumë vjet. Krerët e shtetit dhe të politikës kanë uruar besimtarët musliman për Kurban Bajramin. Presidenti Barajm Begaj e ka uruar festën e Kurban Bajramit nga Meka për më shumë begati dhe harmoni në familjet shqiptare, ndërsa kryeministri Edi Rama ka ndarë urimin teksa ka publikuar një video nga atmosfera festive pranë xhamisë Namazgjas.
Krerët e shtetit dhe të politikës uruan besimtarët mysliman për Kurban Bajramin, një nga festat më të rëndësishme të beslimit islam. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj ka uruar festën e Kurban Bajramit nga Meka, aty ku miliona besimtar nga e gjithë bota bashkohen në lutje. Begaj thot se kjo ditë është kujtes për sakrificën, për kushtimin ndaj Zotit, solidaritetin me njëri tjetrin. E ndërsa uron më shumë begatia harmoni për familjet shqiptare, presidenti shkruan po ashtu se forcohemi kur ndaj me njëri tjetrin edhe dhimbjen e përgjegjësinë. Begaj shpreh se festat të tilla kujtojnë vlerat e familjes, besimit dhe respektit. Të dashur besimtar musliman, nga Meka, qyteti i shenjtë i besimit dhe paqes, në këtë ditë të shënuar të Kurban Bajramit ju përcjell urimet më të përzemërta për më shumë begati, shëndet, harmoni dhe mirësi në familjet tuaja. Kurban Bajrami është kujtes për sakrificën, për kushtimin ndaj Zotit, solidaritetin me njëri tjetrin dhe kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Shoqëria bëhet më e fortë kur njerëzit ndajnë jo vetëm gëzimin, por edhe dhembjen dhe përgjegjësinë për tjetrin. Gëzuar Kurban Bajramin, Zoti sjell paqe, mirësi dhe begati në çdo vatër shqiptare, përfundon mesazhin e tij të urimit presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Kryeministri shqiptar Edi Rama ndau urimin e tij në një postim në rrjetet sociale, ku publikoi një video nga atmosfera festive pranë xhamisë së Namazgjas, teksa në sfond shpërthejnë fishek zjarët. Ditë e bekuar, natë e ndritshme, gëzuar Kurban Bajramin, shkruan Rama në postimin e tij në Facebook. Do të vijojmë të tjera zhvillime. Përfaqësuesit e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit kanë mbritur në bashkinë e Vlorës për verifikime lidhur me disa leje infrastrukture dhe rikonstruksioni, për të cilat janë ngritur dyshime se nuk janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore. Për më gjerë, shënimi. Përfaqësuesit e Agjencisë së Zhvillimit dhe Territorit kanë mbritur ditën e shtunë në bashkinë e Vlorës, ku kanë zhvilluar verifikime lidhur me disa leje infrastrukture dhe rikonstruksioni, për të cilat janë ngritur dyshime se nuk janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore. Burime brenda bashkisë bëjnë me dije se në fokus të verifikimit kanë qenë disa projekte me volum të konsiderueshëm punimesh, të cilat sipas të njëjtave burime duhet të kalonin fillimisht përmes AZT-s, përpara se Bashkia e Vlorës të vijonte më pas me procedurat e tenderimit. Dyshimet lidhen me faktin se një pjesë e këtyre lejeve mund të jenë trajtuar direkt nga sektori urbanistikës në bashki, duke u klasifikuar si leje të zakonshme rikonstruksioni, në mënyrë që të shmanget kalimi i tyre në filtrat e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit. Sipas burimeve, përfaqësuesit e AZT-s kanë kërkuar që për këto leje të mos jepet asnjë konformitet, pa u kryer më parë verifikimet përkatëse nga institucioni përgjegjës. Çështja mësojse është kërkuar të trajtohet me urgjencë për shkak të rëndësisë së projekteve dhe ndikimit që ato kanë në hapësirat publike të qytetit. Gjithashtu mësohet se AZT ka kërkuar informacion shtesë dhe për disa investime të tjera të Bashkisë së Vlorës, përfshirë projekte rikualifikimit të hapësirave publike, ndërhyrje infrastrukturore dhe punime që lidhen me përmirësimin e zonave urbane. Verifikimet pritet të sqarojnë nëse procedurat e ndjekura nga bashkia kanë qenë në përputhje me ligjin, apo nëse disa projekte janë miratuar jashtë hallkave institucionale që parashikon legjislacioni në fuqi. Deri më tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Bashkia e Vlorës apo AZT lidhur me këtë çështje. Drejtoria e Spitalit Rajonal të Vlorës, Lorena Arapaj, ka paraqitur dorëheqje nga detyra një ditë më parë. Ende nuk dihen arsyet e këtij vendimi, ndërsa pritet të ketë më shumë informacion në vijim lidhur me zhvillimet për drejtimin e institucionit shëndetësor. Jep dorëheqjen drejtoresha e Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës, Lorena Arapaj. Arapaj e ka prezantuar dorëheqje një ditë më parë nga drejtimi i këtij institucioni, ndërsa arsyet mbeten ende të paqarta. Lorena Arapaj e mori drejtimin e institucionit të Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës në muajin nëntor të vitit kaluar, duke drejtuar deri ditën e dieshme. Natyrisht në ditën e vijim pritet të merret vesh edhe më tepër referuar shkaqeve që kanë çuar në dorëheqjen e Lorena Arapajt nga drejtimi i Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës. Drejtoresha e Spitalit Rajonal të Vlorës, Lorena Arapaj, ka paraqitur dorëheqjen nga detyra. Dorëheqja e saj nga drejtimi i Spitalit të Vlorës është paraqitur gjatë ditës së martë. Ende nuk dihen arsyet që kanë çuar në këtë vendim, ndërsa pritet të ketë më shumë informacion në vijim lidhur me zhvillime në drejtimin e institucionit shëndetësor. Dorëheqja e saj vjen në një moment kur Spitali Rajonal i Vlorës mbetet një nga institucionet më të rëndësishme shëndetësore në qark, me një fluks të lartë pacientësh dhe shërbimesh. Lorena Arapaj mori drejtimin e institucionit në muajin nëntor të vitit të kaluar, duke ushtruar detyrën deri ditën e dieshme. Ende nuk ka informacion mbi emrin që pritet ta zëvendësojë në këtë detyrë.
Në një periudhë kur ndodhemi në prag të sezonit turistik dhe spitali pritet të përballet me një fluks të shtuar pacientësh, si pasojë e rritjes së numrit të turistëve, por edhe temperaturave të larta. Një grup turistësh nga Irlanda me profesione të ndryshme kanë zgjedhur të kalojnë disa ditë pushimi në Shqipëri, ndërsa Vlora sipas tyre është një surprizë e bukur. Kështu qyteti bregdetar vijon çdo ditë dhe më shumë të regjistrojë turistë nga vende të ndryshme të Europës dhe botës. Vlora vijon çdo ditë dhe më shumë të regjistrojë turistë nga vende të ndryshme të Europës dhe botës. Një grup turistësh nga Irlanda me profesione të ndryshme kanë zgjedhur të kalojnë disa ditë pushimi në Shqipëri dhe natyrisht pjesë të qëndrimit të tyre në vendin ton kanë vendosur të kalojnë edhe në Vlorë. Sitët dhe objektet kulturore dhe fetare, por dhe zonat historike të qytetit përveç Bregdetit kanë qenë në agjendën e tyre gjatë vizitës në Vlorë. Duke ardhur nga një vend si Irlanda me klimë të ftohtë, ata janë shprehur të surprizuar nga ajo çfarë kanë gjetur në Shqipëri dhe në Vlorë. Duke vlerësuar mbi gjitha klimën, mikpritjen dhe padyshim ushqimin, turistët kanë theksuar se Vlora mbetet një vend ideal për të kaluar disa ditë pushimi. Duke e njohur vendin ton vetëm nga ato që kishin para apo dëgjuar më herët, ata vendosën ta eksplororin nga afër, ndërsa përshtypjet kanë qenë padyshim pozitive. You're from? Ireland. Jemi nga Irlanda. Ka një ndryshim shumë të madh referuar klimës që kemi gjetur këtu. Një vend ku të ofrohet shumë dhe dua të veçoj faktin se mikpritja është diçka që më ka surprizuar. Pastaj dua të theksoj se ushqimi është cilësor. Bio do të thosha. Really lovely country and some lovely buildings. Ireland. Yes? We're all together, yes. Kanë dëgjuar diçka më parë për Shqipërinë, para se të Did you vizitoni? heard something before about Albania? Well, we always were interested in finding out about Albania because it was not much in the news in Ireland and people hadn't visited here, for many years. So when it came available, we said, why not? It's to see the culture and meet the people. Well, my first impression is that the Albanian people themselves. Një vend që më ka surprizuar. Unë këtu jam për pushime dhe nuk di të them pse shumë shqiptar preferojnë të jetojnë në vendet tona. Flas thjesht për pushime dhe gjithçka këtu më ka pëlqyer. Është shumë bukur dhe e rekomandoj si një vend për të kaluar pushimet. Well, the thing is, we're all past working age. We're here for a holiday. We're not looking to earn money. Your impression for Albania? It's very nice, it's very good. It's a great country and the people are very friendly and I've read about down the years and that. The time of your Hoxha, story of Hoxha. We visited his house yesterday. Vlora mbetet kështu një nga destinacionet kryesore për turistët e huaj, ndërsa nga viti në vit zgjerohet numri i vizitorëve dhe i kombësive të ndryshme, të cilët e cilësojnë Vlorën dhe Shqipërinë si një vend ideal për të kaluar pushim. Sipas Travel and Tour World, Shqipëria po hyn në një fazë të re të zhvillimit turistik, duke u pozicionuar gjithnjë dhe më fort si një nga destinacionet më dinamike në Europë, teksa po përgatitet për një tjetër sezon me rritje të lartë të fluksit turistik, të mbështetur si nga atraksionet natyrore dhe kulturore. Shqipëria po hyn në një fazë të re të zhvillimit turistik, duke u pozicionuar gjithnjë më fort si një nga destinacionet më dinamike në Europë, sipas Travel and Tour World. Pas një rekordi prej mbi 12 milion vizitorësh ndërkombëtar, vendi po përgatitet për një tjetër sezon me rritje të lartë të fluksit turistik, të mbështetur si nga atraksionet natyrore dhe kulturore, ashtu edhe nga inovacionet digjitale që po transformojnë përvojën e udhëtimit. Integrimi i shërbimeve moderne të lidhjes mobile po e bën Shqipërinë një destinacion më të aksesueshëm, më të lidhur dhe më konkurrues në tregun global të turizmit. Rritja e shpejtë e turizmit është shoqëruar me nisma të reja teknologjike që synojnë përmirësimin e përvojës së vizitorëve, me shërbimet e lidhjes mobile të prezantuara si pjesë qendrore e infrastrukturës moderne të udhëtimit digital. Sektori i turizmit në Shqipëri ka vazhduar të zgjerohet me një ritëm të jashtëzakonshëm, i mbështetur nga përmirësimi i infrastrukturës, rritja e dukshmërisë ndërkombëtare, si dhe kërkesa e lartë për destinacione mesdhetare dhe ballkanike. Autoritetet e turizmit kanë parashikuar një rritje të vazhdueshme të nxitur nga interesi global në rritje për destinacionet bregdetare, trashëgiminë, vendet kulturore dhe peizazhet natyrore të vendit. E një nga destinacionet më të njohura që po nxit bumin turistik të Shqipërisë ka qenë edhe Riviera Shqiptare, e cila vazhdon të tërheqë një numër të madh vizitorësh ndërkombëtar në kërkim të peizazheve të virgjëra, ujrave të kristalta dhe hijeshisë bregdetare.
Kompania Magbo, e drejtuar nga biznesmeni Behxhet Paçolli, ka fituar gjyqin e gjykatën e lartë për çështjen e aeroportit të Vlorës, duke fituar dhe kontrollin mbi këtë të fundit që është kthyer në mosheri mes ortakësh dhe që çojnë në bllokimin e punimeve atje. Aeroporti i Vlorës, gjykata e lartë rrezon kërkesën e Valon Ademit i rikthen Mapkos së Behxhet Paçollit të drejtën për administrimin. Gjykata e lartë i dha drejt kompanisë Mapko të biznesmenit Paçolli në përplasjen për aeroportin e Vlorës, duke rrëzuar padinë e kompanisë 2A Group të Valon Ademit dhe duke i rikthyer kontrollin mbi projektin. Vendimi përmbys qëndrimet e dy gjykatave më të ulta, të cilat më herët kishin kufizuar të drejtat vendimarrëse të Mapko për shkak të konfliktit mes ortakëve. Kompania Magbo, drejtuar nga biznesmeni Behxhet Paçolli, ka fituar kështu gjyqin në gjykatën e lartë për çështjen e aeroportit të Vlorës, duke fituar dhe kontrollin mbi këtë të fundit, që është kthyer në mollsheri mes ortakësh dhe që çojnë bllokimin e punimeve. Kolegji civil i gjykatës së lartë ka vendosur të rrëzojë padinë e bërë nga shoqëria 2A Group e drejtuar nga biznesmeni Valon Ademi. Më herët, dy gjykatat e faktit i kishin dhënë të drejtë kompanisë 2A Group në lidhje me kërkesën për sigurimin e padisë dhe pezullimin e të drejtave vendimarrëse të ortakut tjetër Mapko, derisa vendimi të merrte formë të prerë. E gjithë përplasja ka nisur muaj më parë, ndonse palët kishin firmosur një kontratë notariale ku pjesa e aksionit të shoqërisë Ademit shkonte nga 2 në 49%. Kontrata nuk ishte regjistruar në QKB. Sipas 2A Group, ortaku Mapko në fshatësi dhe pa vendim asambleja vendosi veten që çdo kontratë pezulloi dhe këtë vendim e regjistroi si Mapko dhe jo fakt si Vlora International Aeroport. Me njëherë pas kësaj, kompania Ademit kërkoi gjykatës pezullim në veprimeve të ortakut deri në një vendim të dytë. Gjykata e pranoi asaj kohë dhe bllokoi veprimtarinë e Mapkos që të marrë vendime në asamble. Pas vendimit të shkallës së parë në favor të tij për sigurimin e padisë, dhe gjykata e apelit la në fuqi të njëjtin vendim që i njeh shoqërisë 2A Group administrimin e aeroportit të Vlorës dhe mos lejimin e marrjes administrimit të propozuar me një status të palishëm me qëllim firmosjen e kontratës për tjetërsimin e aeroportit nga përfitues të panjohur për të cilët shteti shqiptar nuk do të kishte jurisdiksion për ta kontrolluar dhe duke ngritur padinë ndaj kësaj kontrate të kamufluar si kredi. Por gjykata e lartë përmbysi skenën duke thyer kontrollin e aeroportit tek Mapko e biznesmenit Behxhet Paçolli. Pak ditë më parë, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi paralajmëroi prishjen e kontratës koncesionare të aeroportit të Vlorës pas konfliktit mes aksionerëve. Ndërkohë që gjykata e Sarandës ka lënë në burg 22 vjeçarin i akuzuar për veprën penale mashtrim kompjuterik. Sipas hetimeve, i riu në bashkëpunim me persona të tjerë, dyshohet se ka përvetësuar të dhëna bankare të qytetarëve shqiptar përmes mesazheve mashtruese në telefon. Me kërkesë të prokurorisë, pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandu arrestua shtetasi franceze ZK i akuzuar për veprën penale mashtrimi kompjuterik, parashikuar nga neni 143, fraksion B, fraksion 2 i Kodit Penal. Në kuadër të hetimeve mbi procedimi penal numër 313 i vitit 2026. Dyshohet se ky shtetas në bashkëpunim me shtetas të tjerë ka përvetësuar të dhëna bankare të shtetasve të ndryshëm shqiptar nëpërmjet përdorimit të kartave SIM të regjistruar me identitete të tjera dhe dërgimit masiv të mesazheve mashtruese me përmbajtjen posta shqiptare paketa juaj. Më datë 26/5/2026, me kërkesën e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë, u vendos caktimi i masës së sigurimit personal me karakter shtrëngues atë të arrestit me burg, parashikuar nga neni 238. Me 10 peshq të ngordhur janë evidentuar mëngjesin e kësaj të mërkure në bregun e lagunës së Nartës, pranë manastirit të Zvërnesit. Dyshohet se peshqit mund të jenë elmuar ose ngordhja e tyre ka ardhur si pasojë e gjuetisë së palishme me anë të energjisë elektrike nga persona të ndryshëm që operojnë në zonë. Me 10 peshq të vegjël të ngordhur janë gjetur në anë të lagunës së Nartës pranë manastirit të Zvërnecit. Fillimisht nëpërmjet videojeve të denoncuar nga qytetarët kanë ardhur në redaksinë e Blu Televizion ku janë konstatuar peshqit e ngordhur. Ajo që ka mendohet qoftë nga qytetarët apo edhe nga burime konfidenciale mund të jetë një gjueti e palishme nëpërmjet rrymës elektrike apo duke peshkuar nëpërmjet helmimit. Ndërkohë që ky nuk është rasti i parë i cili ngre alarmin për një gjueti të palishme, ku shpeshherë Blu Televizion ka denoncuar jo vetëm në lagunën e Nartës, por edhe në zona të tjera si në Karabrun apo edhe në ujëra të tjera nëpërmjet gjuetisë me lëndë plase apo edhe brenda zonave të cilët nuk lejohet të gjuhet peshk. Me 10 peshq të ngordhur janë evidentuar mëngjesin e kësaj të mërkure në bregun e lagunës së Nartës pranë manastirit të Zvërnecit. Fillimisht në redaksinë e Blu Televizion kanë bërritur video nga qytetarë të ndryshëm të cilët denonconin në rastin në fjalë dhe ngrinin shqetësime mbi situatën e krijuar.
Dyshohet se peshqit mund të jenë helmuar ose edhe ngordhja e tyre ka ndodhur si pasojë e gjuetisë së palishme, me anë të energjisë elektrike nga persona të ndryshëm që operojnë në zonë. Një praktikë e tillë mbetet tepër e rrezikshme për ekosistemin ujor, pasi dëmton jo vetëm peshqit, por edhe gjallësat e tjera të lagunës. Rasti në fjalë ngresh shqetësime të mëdha mbi situatën e gjuetisë së palishme në zonat të caktuara, përfshirë këtu edhe zonat e mbrojtura, ku shpeshherë raportohet se përdoren metoda të ndaluara, si energjia elektrike apo edhe lëndët plasëse. Pavarësisht deklarimeve për kontrolle dhe monitorime të vazhdueshme nga institucionet përgjegjëse, raste të tilla tregojnë se fenomeni vijon të mbetet problematik. Banorët dhe qytetarët që frekuentojnë zonën shprehen të shqetësuar për dëmtimin e mjedisit dhe pasojat që mund të sjellë kjo situatë në biodiversitetin e lagunës së Nartës, një prej zonave më të rëndësishme natyrore dhe turistike në jug të vendit. Ata kërkojnë më shumë kontrolle dhe masa konkrete për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen. Teatri Byllys në Fier është kthyer për një mbrëmje në një klinik humori, situata absurde dhe të qeshura pafund. Me regji të Andja Xhungës, komedia Klinika e Bukurisë ka ngjitur në skenë një kast aktorësh të njohur, të cilët për rreth gati 1 orë 30 minuta kanë emocionuar publikun fierak. Që do shku një tualet dhe i lash të kafe. Doktor, për gjithë shka folë këtu, sekret. Pus! Teatri Byllys i Fierit është kthyer për një mbrëmje në një klinik të mbushur me humor, situata absurde dhe të qeshura pafund. Komedia Klinika e Bukurisë me regji të Andja Xhungës, si dhe me një kast aktorësh të njohur si Julian Deda, Rudina Dembecaj, Gente Zenelaj e të tjerë, emocionuan për rreth 1 orë 30 minuta. Publikun fierak mes skenave komike që shkaktonin të qeshurat të vazhdueshme në sallë. Në qendër të ngjarjes është një kirurg estetik pa skrupuj, sekretarja e tij mashtruese si dhe një doktor riparimesh, të cilët krijojnë kaos në një klinik ku bukuria premtohet me ulje dhe pa limite. Ndërsa klientët eksentrik kërkojnë transformime absurde, një gazetare investigative futet fshehurazi për të zbuluar të vërtetën që fshihet pas kësaj klinike estetike. Shfaqja vjen si një fars moderne, plot keqkuptime, skandale dhe situata të çmendura, ku gjithçka del jashtë kontrollit. Përmes humorit, aktorët ironizojnë në rastet ekstreme që ndodhin në rëndom në klinika estetike, si dhe ndikimin që kanë në rrjetet sociale në mënyrën si njerëzit perceptojnë të bukurinë. Personazhi është një nga ato personazhe që ne shohim çdo ditë, po themi, i thrasim në shtëpi me na rregullat të gjërat, pra janë të personazhe që gjithçka bërës, i bëjnë ato. E ke gjithmonë nëpër këmbë një personazh, çdo institucion e ka, çdo, po them, biznes e ka një personazh tjetër që e ka aty për ti ashtu për t'i bërë punët. Është një personazh për mua është interesant, unë e kam pëlqyer shumë si personazh që në fillim edhe si thosh se më jep dorë edhe për, po them, për të improvizuar apo për të bërë gjëra që unë kam në kokën time për t'i bërë. Unë mendoj se ishte një shfaqje me ritëm, me humor e kështu me radhë. E falenderoj gjithashtu dhe publikun e Fierit që ishte sot i shumë në numër në premierë. Shpresojmë të jetë po kështu edhe nesër, edhe pas nesër, se jemi 3 ditë këtu. Ky në fakt shef se si sillen tjerët me të, e kupton, dhe ashtu i përshtatet gjithëve sepse është lloji i personazhit. Dhe thash në fillim është gjithçka bërës, siç është gjithçka bërës në punët e veta, është gjithçka sjellës, do të sillet siç e ka po them personazhin e radhës apo karakterin e radhës që ka afër. Me Maxonjë ti sillet ndryshe, me Luçin sillet ndryshe, pra është një personazh që mund gjej veten kushdo nga pak. Lodrojnë shumë mashtrues. Dhe këtu mashtrimi është bërë, si thosh, është bërë sport. Dhe kjo është për të ardhur keq në një vend vogël si Shqipëria, që ka kaq pak banor dhe kaq shumë njihemi me njëri tjetrin, të lodrojnë kaq shumë mashtrime dhe jo vetëm në këtë kohë, po historikisht ne sigur na pëlqen të mashtrohemi dhe shkojmë gjithmonë aty ku ne paguajmë dhe mashtrohemi. Kjo është logjika. Dhe shpresoj që mesazhi është, mesazhi të jetë i çuar te publiku që të gjithë të hapin syt. Mos i shpenzojnë ato lekë që fitojnë me diesën e ballit, i hedhin kot. Te ca njerëz që mbase janë profesionistë, mbase janë kompetent për gjën e duhur dhe kështu me radhë. Publiku e priti shumë mirë, është një shfaqje që komunikon, është një shfaqje që lajmet për këto lloj zanatesh plasin nëpër media me ndërhyrje të gabuara, me materiale të gabuara, kështu që në Shqipëri është në vendin e vet. Kjo është një shfaqje që mund të rri kudo, po në Shqipëri sidomos me këto që ne lexojmë lart e poshtë nëpër media rri shumë mirë. Mesazhi i shfaqjes është ky, domethënë që bukuria natyrore nuk mund të zëvendësohet asnjëherë me asgjë.
njerëzit bëjnë gabime, nga njëherë bëjnë gabime të parikthyer, kështu që duhet shumë kujdes. Është emocion shumë i madh ardhja në Fier, nuk është hera parë që unë kam një premier në Fier dhe kam shumë kënaqësi gjithmonë. Publiku është shumë mikpritës, mesazhi shfaqet është që tani sidomos në kohën e internetit të informohemi sa më mirë në çdo vend ku shërbehet, sidomos shërbime mjekësore etj. Mendoj që roli më përshtatet shumë, kemi marrë shkas nga turizmi, sidomos dentar, që ka sjell shumë të huaj në Shqipëri, edhe do doja që të dilnin të gjithë të kënaqur edhe të kishin vërtet dorë profesionisti. Shfaqja është ironizim i rasteve ekstreme. Publiku e ka mirëpritur jashtëzakonisht mirë shfaqjen dhe reagimet me të qeshura gjatë gjithkohës ishin emocionuese. Mesazhi i komedisë është se bukuria natyrore nuk zvendësohet me asgjë e njerëzit duhet jenë më të kujdesshëm ndaj mashtrimeve apo ndërhyrjeve të pakontrolluara estetike, sepse një gabim mund të ketë pasoja të parikuperueshme. Publiku fierak e ka duar tërkytur gjatë komedin, ndërsa organizatorët bëjnë me dije se Klinika e Bukurisë do të vijë të shfaqet edhe në ditët në vijim në skenën e Teatrit Bylis për të vazhduar më pas me një tur në disa qytete të vendit. Ju përshëndes dhe falenderoj. Mirupafshim.